Gjatë fundjavës që lan pas në qytetin e Kërçovës u organizua turneu i volebolit për të rinj me titullin simbolik Rjeta e Yjeve. Aktiviteti sportiv u zhvillua me pjesëmarrjen e 8 ekipeve nga shkolla e mesme komunale, duke sjellë një atmosferë entuziazmi dhe rivaliteti sportiv mes të rinjve. Pas disa ndeshjeve të forta, fituesi i këtij turneu doli ekipi Xixa. Tha njëri nga organizatorët e këtij turneu, Abdullah Dauti, duke shtuar se ky turne synon të promovojë sportin e volebolit, duke zbuluar edhe talentat e rinj. Fillimisht dua një përshëndetje për të gjithë ato që na ndihmuan rreth projektit të turneut. Falenderoj televizionin Uskana, të cilët ishin pranë neve, të cilët bashkëpunuan me ne. Ky turne fillimisht filloi me një ide të jonën, i cili pastaj u realizoi në një projekt. Përfshinte 8 ekipa, të cilët morën pjesë në turneu. Turneu zgjati 2 ditë, vikendin e shtunë e diel, 3 dhe 4 maj. Turneu besojmë se do zhvillohet përsëri. Këtë sera është vetëm sezoni i parë, e kemi titulluar Rjeta e Yjeve. Pra turneun do ta zhvillojmë edhe sezone tjera. Edhe do një falënderim konkretisht për gjithë ato që morën pjesë në sponsorizimin e turneut, që e bën të mundur të zhvillohet ky turne. Edhe besojmë se do të ketë sukses edhe në vite tjera. Në turne morën pjesë nxënësit e shkollës mesme komunale Drita, edhe si fitues i turneut doli ekipa Xixa.